Në sallën Kardinal Mikel Koliçi u zhvillua ligjërata me temë besimi fetar dhe politika, e mbajtur nga studiuesi Ardian Dreca, ku u trajtuan marrëdhëniet mes besimit dhe jetës publike. Teologjia politika janë të ndame dhe kisha nuk mund të kthehet një institucion politik, nuk mund të ketë një program politik, nuk mund të ketë objektiva politike dhe nuk mund të përdori mjete politike. Kjo nuk do të thotë se kisha nuk është e interesuar me politikë, se jeta politik vjen prej polis, është jeta e qytetit. Nuk mund të thotë se kisha do të jetë indiferente nëse bëhen gjëra të diskutueshme siç ndodhin edhe sot, edhe këtu tek ne që jena një shtet demokratik, po thona. Pra, ka detyrën me reagu. Ka detyrën me reagu siç duhet të reagojnë çdo qytetar, po jo në bazë një programi politik. Ka detyrën me reagu në bazë të asaj që ja jep prerogativa si besim, një etosit, se në qendër ka njeriu. Të dy pushtetet kanë një njeriu në mend. Edhe secili mundet, besimi një krah, politika një krah, me mbrojt simas asaj që ata janë. Politikanët ç'a dojnë? Dojnë besim që mënë. Dojnë besim me i besu si i besuat Zoti. E njerëz të besimit ç'a dojnë? Njerëz të besimit fatkeqësisht shumë shpejt dojnë pushtet. Marojnë me pas pushtet. E kjo nuk ka asnjë lloj në kishë, kudo. Dojnë me pas pushtet. Pushtet me njerëz. Pushtet në sferën publike. Prandaj i afrohem marimit. Ka një orim malësor që thotë të arrit Zoti pushtetin. Nuk do të ishte ndoshta mallkim me thënë ta ulti fije pushtetin, e të rrit autoritetin. Aktivitetet kulmuan me ndarjen e çmimeve të panairit të libri të Ban të Lirë, të zhvilluar në sallën Kardinal Mikel Koliçi, ku morën pjesë 20 shtëpi botuese me rreth 1000 tituj të ekspozuar, ndërsa u akorduan 4 çmime kryesore: Përkthimi më i mirë Durim Taçi, Portokall me ekurdisje, Studimi më i mirë Romeu Grakuçi, Shqipëria në luftën e madhe, Romani më i mirë Ridvan Dibra, Triumfi i Gjergje Lezalis, si dhe mirënjohje shkoi për Lucia Zorba për librin Veç drita s'pas kambarim. Ndjem me vërtet shumë i nderuar për një çmim si Përkthimi, edhe ta marrësh të çmim në Shkodër ku janë baballarët e përkthimit të Shqipës. Një çmim jam mirënjohës për vlerësimin. Në fakt vlerësimi ta kam gjithë atyre që më kanë ndihmuar në arritjen dhe kurrizimin e kësaj pune, domethënë. Ky çmim mjaft emocionues. Për që më shkërë një organizatorve, juristë, ju me të pranishëm, lexuesve. Dhe për ta mbyllur me fjalë dhe fishë të smos, që vërtet kemi bajram e bashkë për çmimet që ndajmë bashkë. Ju falenderoj gjithëve. Falënderimi jam më special edhe më i veçantë është për Stefan Çobalikun, i cili me metikulozitet, me rigorozitet, edhe me shumë dashni, ka redaktuar librin tënd. Edhe për gjithë tjerët,